Partia opozitare shqiptare BDI ka vazhduar me akuza ndaj drejtorit të MEPS-së Burim Latifi, duke publikuar një kontratë që sipas tyre dëshmon keq menaxhimin e projekteve strategjike energjetike në dëm të interesit publik dhe buxhetit të shtetit. Sipas BDI-s, bëhet fjalë për një nga marrëveshjet e nënshkruara nga Latifi me kompaninë Elnos nga Republika Serbe e Bosnjës për ndërtimin e largpërquesit ndërmjet maqenisë së Veriut dhe Shqipërisë. Nga kjo parti thonë se kontrata ngresh shqetësime serioze, duke përmendur lidhjet e kompanisë me struktura politike në Republikën Serbe, përfshirë rrethin e Milorad Dodik, si dhe mungesën e transparencës në procesin e përgjedhjes dhe negocimit. Ata pretendojnë gjithashtu se kontrata i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm prej më së paku 6 milion euro. Kërkojmë hetim të menjëhershëm dhe të pavarur për këtë kontratë dhe të gjitha procedurat që e kanë shoqëruar atë. Kërkojmë publikimin e plotë të gjitha dokumenteve lidhur me projektin dhe kërkojmë përgjegjësi politike dhe ligjore për të gjitha ata që kanë marrë pjesë në këtë vendimarrje që ka dëmtuar interesin publik. BDI vlerëson se projekti, i cili duhet të shërbente si bashkëpunimi energjetik me Shqipërinë, është shndruar në simbol të keqmenaxhimit dhe mungesës së llogaridhënies. Integristët të shtojnë se qytetarët meritojnë transparencë dhe mbrojtje të paras publike, duke theksuar se çdo euro e humbur nga keqmenaxhimi ndikon drejt për drejt në zhvillimin e vendit.